Kam nga kem kolegu Ngenc Burimi. Burimit përshëndes, faleminderit që u bashkove, vlerësoj shumë. Më dëgjon? Më dëgjoj studion. Se dëgjoj studion. Okej, besoj të rregullohet me njerë, ndoshta regjia me mendimin e regjisë, do kemi kolegu Ngenc Burimi, një problemi vogël teknik, por Burimi besoj... Më dëgjon? Perfekt, Burimi, të përshëndes, faleminderit që u bashkove, të më trego pak për dënimin e Marine Le Pen, çfarë po ndodh dhe çfarë ndodh tani? Është vetë një fjalë që lakohet në Francë, seizm politik, sa shtoi po ashtu dhe sulmet nga Urbani dhe nga Tini që në të moment po përkeshin Francën. Kështu që krijon atë fushë dhe një koktejl eksploziv me pak fjalë. Marine Le Pen është dënuar që tani, pra pa pritur që të ketë apelim, të mos paraqitet në zgjedhjet presidenciale të 2027-s. Kjo është pak a shumë domethënë. Nuk garon. Nuk do garoj. Prandaj sot është Franca komplet në këmbë sot. Prandaj është një gjë pa parë. Ndosë mbrapa do të kuptuar edhe shumë proces duke ditë që ky është ligj. Por e shpjeguar kështu është një çmenduri. Domethënë sot historia pse është? Historia është për devijim përdorimi fondesh për eurodeputetët. Marine Le Pen ka qenë eurodeputete, në rregull? Një eurodeputet merr para nga paguhet nga Parlamenti Evropian. Po ashtu një deputet paguan më të para që me nga Parlamenti Evropian, si në parlament kombëtar paguan edhe ata që quhen bashkëpunëtorët e tij, sekretari, atasheu, në rregull? Parlamenti Evropian e akuzon grupin e fondit kombëtar të Marine Le Penit në Parlamentin Evropian se po para që janë përdorur jo për të ushtruar zanat, pra për të bërë punën në Parlamentin Evropian, por të para janë përdorur për të paguar atashera, sekretar, të cilët punonin për Le Penin, partinë Le Penit në Francë dhe jo në Europë. Kjo është pak a shumë akuzë. Në rregull? Mbi bazë të kësaj akuze, Le Peni u dënua nga Parlamenti Evropian. Bëhet fjala për rreth 400-500.000 euro si ka vjedhur, po që ka përdorur për politikë franceze dhe për politikë europiane, shumë bukur. Mbi bazë të kësaj tani, edhe gjyqësia franceze hyri në lojë. Dhe gjyqësia franceze e njohu po ashtu këtë karakter të deliktual, pra këtë karakter të pandershëm të përdorimit të fondeve europiane për politikën franceze dhe jo europiane, dhe e dënon sot Marine Le Penin me 4 vjet burg, të cilat 2 me konstitucionel, dhe me 5 vjet mos lejimi të paraqitjes në asnjë lloj zgjedhje në Tani një sekond, Burimi, 4 vite, pra po të kuptuar, 4 vite burg, 2 nga cilat janë, si ishte se nuk kuptova. Me kondicionel. Me kusht. Me kusht. Dënim me kusht. Po tani një sekond, Marine Le Pen do iki në burg apo jo? Burim, për ta kuptuar. Jo. Pra është shumë e veçantë, prandaj edhe sot ke Putini që reagon, sepse duke pak që është një çmenduri, por shumë e veçantë edhe një herë. Më dëgjoj Gencin. Po dëgjoj. Ke dy lloj dënimesh. Dënimi i parë është dënuar me burg. Dënimi i dytë është dënuar që mos të paraqitet në asnjë zgjedhje. Pra, bëhet e pazgjedhshme. Pra, përjashtuar nga funksionet publike, për të kuptuar si kemi dhe ne, pra, që mund të zgjidhet, si kemi. Publik është ministri. E pra, ministri mund të jetë. Zgjedhje. Po dihet, mandat, zgjedhuri. Dhe tu s'ka asnjë problem fare, edhe Trump dënua, se dënua, ti të rast i fut një apelim dhe apelimi shkon 6 vjet. Dhe Strasburg, në rregull, ke kompletin. Problemi është se në këto dy dënime, vetëm dënimi me burg mund të apelohet. Domethënë bukur se bëna para 10 vitesh, pozitiv. Por dënimi që mos të zgjidhet më për 5 vjet është imediat. Dhe ky është skandali që sot ngre Partia Le Penit, që ngren 10 milion, 11 milion zgjedhës Le Penit, një minutë, tek bëndi i drejtave të njerëzit. Ti nuk e lejon një personi të bëj apelim? Kupton thimi apo? Jo, kuptoj, pra, po pse? Burim, pse?
çfarë argumenti ka thënë gjykata, nëse ka një argument, pse nuk lejohet apelimi? Dhe këtë kolektimin në Francë, ju e kritikoj, po mbasi në darkë do ta shpjegoj,